Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Jozi është i vetmi që kam dashur. Loredana flet për raportin që kam me të. Loredana Brati ishte e ftuar ditën e sotme në një emision ku ka treguar më shumë për raportin me këngëtarin Don Xhoni pas videove të publikuara në rrjetet sociale ku ata shfaqen afër me njëri tjetrin. Po ashtu ka folur edhe për Jozin, me të cilin pati një romancë në shtëpinë e Bigut. Në lidhje me Jozin, ish banorja me të cilin ajo pati një lidhje, Loredana u shpreh se ai ishte i vetmi burr me të cilin ajo ka pasur një marrëdhënie dashurore gjatë këtij viti dhe i uron suksese edhe pse ata nuk janë më bashkë. Ka disa marrëdhënie që nuk shuhen kollaj dhe besoj që unë dhe Jozi, pavarësisht se jemi munduar të mërzitsim njëri tjetrin, prap emrat tan kam për të lidhur gjithmonë. Është buri vetëm që kam pasur këtë vit. E ka parë gjithë Shqipëria, u gëzova shumë për koncertet, i uroj suksese. Kemi pasur pak komunikim, u shpreh ajo. Për Don Xhonin ajo është shprehur se miqësia e tyre lindi nga një bashkëpunim që fatkeqësisht nuk u realizua dot. Ka lindur si një bashkëpunim, më ka kontaktuar vetë. Kemi ruajtur respektin për njëri tjetrin. Nuk kemi pasur lidhje, vetëm ruajmë një respekt të madh. Nuk mund të flas keq, është shumë i edukuar, kënaqësi që e kam njohur dhe që ruaj kontakt. Bashkëpunimi nuk u realizua dot për fajin tim, por të shohim në vazhdim, tha Loredana.